Faleminderit zoti kryesues, të nderuar qytetarë, të nderuar deputet. Problemi të cilin do ta trajtoj sot për interes mendoj publik është çështja e Universitetit prap të Prishtinës, problemet e krijuara së fundmi nga drejtuesit dhe monopoli drejtuar nga kjo udhëheqje më bind dhe më jep të drejtë që të filloj një iniciativë dhe të kërkoj një përkrahje nga ju deputetët për një iniciativë ligjore që të fillohet shkëputja e disa fakulteteve për të krijuar disa universitete, siç është Universiteti i Mjekësisë, shkenca mjekësore do të thotë, Universiteti i Shkencave Teknike, Universiteti i Shkencave Bujqësore dhe Universiteti i Arteve. Me këtë shkëputje do të rritet cilësia brenda sistemit arsimor dhe do të ngritet aftësia e performancës në hap me kohën me universitetet tjera. Metoda si po menaxhohet momentalisht dhe diversiteti i parespektueshëm që bëhet deri më tani me universitetet tjera nuk jep mundësi që këto fakultete të japin atë performancë dhe të krijojnë edhe politika të bazuara sipas ekonomisë dhe nevojës së tregut. Kjo do të thotë Komisioni për Arsim besoj shumë shpejt me arsyeshmëri do t'ja paraqes për të filluar ndarjen, edhe pse në Ministrinë e Arsimit ekziston një kërkesë, mirë po sipas asaj që e shoh Ministria e Arsimit do ta zvarrit njëjtë sikur çështjen e veteranëve ta çoj pa fundsisht edhe të kaloj në vitin tjetër dhe duke kriju komisione sipas asaj politikës që bën Churchilli kur s'don me kriju me përfundu asnjë problem, krijo komision, me zgjedh asnjë problem, formo komisione dhe shtyj kohë. Problemi tjetër është shumë shqetësues, Ministria e Bujqësisë dhe politikat e saj dhe vlerësimet që bën Agjencioni i Veterinës dhe Ushqimit mbi cilësinë e ushqimeve në Republikën e Kosovës. Ne duhet shumë seriozisht të bisedojmë sepse kjo është një interes nacional shumë të lartë, sepse ushqimet në Republikën e Kosovës nuk janë duke ju nështruar në inspektimit të mirëfillt me analiza, me sasi dhe me cilësi. Prandaj edhe në komision dje kemi debatuar dhe mendoj që ka filluar një diçka që edhe qeveria duke kërkuar një angazhim më të mirë, mendoj që do të krijohet për qytetarët edhe cilësia, edhe çmimi, edhe monopolet do të shkatërrohen nga çdo operator i mundshëm i cili sot përflitet nëpër treg. Problemi i tretë është sahatat e